Ne dimi gjithë që zemra, për nga natyrshmëria e vetë, është si organ është i tillë që ndryshon. Njeriu e ka marrë emrin insan për shkak se harron shumë. Do thotë nga gjuha arabe që insan buron nga fjala nisyan, që e ka për qëllim do thotë harrese. Njeriu për shkak që harron shumë është emërtuar me emrin insan. Kurse zemra e ka marrë emrin kalb në gjuhën arabe zemër për shkak ndryshimit, për shkak lëkundjes edhe rrokullimit të saj. E kështu që kur e dimi ne që realiteti i zemrës është i tillë, dhe se si organ është shumë i ngjeshëm, dhe se ka shumë faktorë që ndikojnë në zemër që të bëhet në atë gjendje që të rrokulliset apo të ndryshon, atëherë kjo neve na frikson. Për këtë arsye pejgamberi Allahut e përshkroi shumë qartë në hadith ku tha: "Ela wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu." Tha me të vërtet në trup ekziston një organ, nëse përmirësohet ai organ, do të përmirësohet i tërë trupi, nëse prishet ai organ, do të prishet i tërë trupi. Ky organ cili është? Zemra. Zemra për të cilën ne flasim nuk është zemra e trupit, po është zemra e shpirtit. Ku është vatani i ndjenjave, vatani i emocioneve kështu me radhë. Do thotë është zemra e shpirtit, ku prej aty buron çdo sen, prej aty niset çdo sen. Zemra, karshi organeve tjera, është në nivelin e mbretit. Sikur se mbreti, i cili urdhëron edhe ka ushtarët e vet, edhe zemra është e tillë. Zemra është në nivelin e mbretit, do thotë nëse zemra përmirësohet, do të përmirësohen edhe ushtarët, do të përmirësohen edhe gjymtyrat. Nëse zemra prishet, atëherë do të prishet çdo sen. E nëse ne mundohemi që ta përmirësojmë zemrën, atëherë do të përmirësohet çdo sen te ne. Nëse ne mundohemi që ta prishim, atë do të prishet çdo sen tek ne. Kjo është arsyeja sepse pejgamberi Allahut azza wa jall e lutë Allahun vazhdimsi që Allah azza wa jall ta përforcojë në fenë Allahut. Ne dimi gjithë që pejgamberi Allahut është pejgamberi Allahut. Janë fol gjunat e tij, madje e dimi që pejgamberi Allahut ka qenë stabil, edhe e dimi mirë që pejgamberi Allahut ka qenë në fenë Allahut, edhe e dimi mirë që Allah ka garantuar për të që do të qëndrojë deri në fund, dhe se xhenetin e ka garantuar. Megjithatë, pejgamberi Allahut duke ditë natyrshmërinë e zemrës e ka lutur Allahun dhe shpesh në lutjet e tij thoshte: "Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini." O ti rrotulluesi i zemrave, ma përqendro zemrën time në fenë Allahut azza wa jall. Do thotë që pejgamberi Allahut e dinte mirë natyrshmërinë e zemrës, e dinte mirë që zemra ndryshon shumë lehtë. E keni parasysh kur vlon ujë në tenxhere, e keni pa, do thotë që kur nis që të vlojë nga njerë shkon lart, pastaj bie poshtë. Do thotë ndryshon her pas here. E ndryshimi i cili bëhet gjatë vlimit të ujit është i shpejt, po ndryshimi i zemrës është edhe i më shpejt. E keni parasysh një pendël e cila është e varur me një vend thatë, edhe frima e çon pendën majt edhe ngjatë. Lëkundet, zemra lëkundet edhe më shumë. E askush nuk garanton për neve që ne do të qëndrojmë në fenë Allahut azza wa jall. Prandaj ne duhet të mundohemi që sadopak të përforcojmë zemrën tonë, të marrëmi gjitha shkaqet edhe faktorët që na ndihmojnë ta përforcojmë zemrën edhe ta kthjellim atë dhe ta ushqejmë atë. Nëse ne nuk e ushqejmë zemrën tonë, nëse ne nuk e përmirësojmë zemrën tonë, atëherë dije që gradualisht do të bie dhe pastaj do të zbehet edhe imani, e me atë do të prishet edhe udhëzimi jot pjesërisht apo tërësisht. Kjo është problemi që ne sadopak sot e shohim në përditshmërinë tonë. Unë e ceka. Problemi buron prej të zemrës. Ndoshta nuk ka mundësi ta shohim për një ditë, sepse nganjëherë jemi neglizhent, të pakujdesshëm. Nuk i shohim as veprimet e tona. Mirë, po me kohë do të vijë koha kur do ta shohësh që ti je me një lugin e ata shokët e tu që deri gjej ke pas të uzuar me një lugin tjetër. E dallim shumë i madh mes dy grupeve.